edhe një telefonat tjetër, alo mirë mëngjes. Mirë mëngjesi. Me kënd po flasim? Me bekimin nga lagja Vneshta, rruga Xhavit Ahmeti, Prishtinë. Po, zotri Bekim, cili është problemi atje? Problemin e kemi se është një rrugis këtu që ndohet nga rruga Xhavit Ahmeti lartë, Po, edhe shtylla elektrike që ka qenë përpara e postës, po, ajo veç sa nuk është rrëxu. po. Dhe, po, Shtylla veç thuja se ka ka ra. Kër e kanë shti telat e rrymës poshtë, i kanë këpu telat e rrymës, mas dhe shtylla veç sa s'ka ra. Thërën, kërcin ata nuk marrin përgjegjësi, thonë se shtylla është e postës. ata thonë që shtylla është e postës, pra përgjegjësia, po, Përgjegjësin një alajnë postës, kështu që në nuk po dim. Kablovikin, internetin, gjithë e kemë thuja se në qëtë pjesë dikun 8 shtëpi në atë shtyllë. Muj me ta bollë foto, me ta qurë. Po, që mundesh, dërgën ai foto, edhe nesër, nuk e di, a mundeni me prit ekipin, zotri, pra vije nga ora 7:20 në mëngjes, edhe ju kontakton edhe vim e shohim edhe i trasim pastaj edhe drejt për drejt në emision.